Udhëtarët në Itali pritet të përballen me vonesa dhe anullime të konsiderueshme në transportin e kurrëdor për shkak të një greve të përgjithshme 24 orëshe, e cila do të zhvillohet nga e njëjtja në mbrëmje në 2 tetor deri të premte në mbrëmje më 3 tetor. Kur do të ndodh greva? Greva do të zgjas 24 orë, nga ora 21 së njëjtës deri në orën 21 të së premtes. Ajo përfshin shumicën e kompanive kurrëdore në vend, Trenitalia Italo, Treno Nord, RFI, cilat shërbime preken. Të gjitha shërbimet e trenave janë potencialisht të prekur, përfshirë trenat rajonal, Intercity, Frecce, linja ndërqytetase dhe ndërkombëtare. Greva mund të çojë në anullime të udhëtimeve, vonesa të mëdha apo modifikime të orareve. Ndikimi mund të ndihet edhe para fillimit të grevës dhe pas përfundimit të saj. A ka orare të garantuara? Po, ligji italian detyron ofrimin e disa shërbimeve minimale të garantuara, veçanërisht gjatë orëve të pikut, në ditët e javës 6 me 9 dhe 6 me 9 të mbrëmjes. Gjatë këtyre orareve disa linja do të funksionojnë për të garantuar lëvizjen bazë të pasagjerëve. Gjithashtu, kompanitë si Trenitalia dhe Italo publikojnë një listë të trenave të garantuar që mund të kontrollohen në faqet e tyre zyrtare. Çfarë thonë sindikatat? Sindikatat që organizojnë grevën kanë ngritur shqetësimin për kushtet e punës, sigurinë dhe politikat menaxheriale në sistemin e kurrëdor. Ata synojnë të rrisin presionin ndaj qeverisë dhe kompanive për të ndërmarrë veprime konkrete në këto fusha. Si të përgatiteni nëse po udhtoni gjatë këtyre datave? Kontrolloni faqen zyrtare të operatorëve si Trenitalia Italo o Treno Nord për njoftimin e reale dhe listën e trenave që do të funksionojnë. Planifikimi i udhëtimit tuaj përpara orës 21 të 2 tetorit ose pas orës 21 të 3 tetorit për të shmangur grevën. Keni parasysh vonesat edhe pas përfundimit të grevës, pasi sistemet mund të kenë nevojë për kohë që të rifillojë normalisht. Në rast anullimi, udhëtarët kanë të drejtën e rimbursimit të plotë të biletës ose ndryshimit të datës së udhëtimit sipas kushteve të operatorëve. Konsideroni alternativa si autobusi ose transporti lokal nëse do të udhtoni në distanca më të shkurtra.